Nëna e milionerit gërmon varrin e saj në kërcënimin mizor të nusës së vet sekrete familjare të varrosura prej vitesh dalin në dritë kur e moshuara zbuloi një të vërtetë të aftë për të shkatëruar gjithçka. Por para se dhe u ta mbuloj plotësisht, diçka befasuese ndodh dhe ajo që do të ishte një tragjedi e heshtur, shndërrohet në fillimin e një trashëgimi e guximi, dashurie dhe shpengimi. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Mos zgubinte ngadalë mbi zonën rurale të Petrelës, në rrethinat e Tiranës, duke sjellë me vete atë heshtje të rëndë që vetëm fshati e njeh. Pemët lëkundeshin lehtësisht në mpuhin e erës dhe qielli i portokallë dukej si i pikturuar me dorë, sikur natyra donte të jepte një shfaqje të fundit përpara errësirës së plodh. Por asnjë grim e bukurisë së atij momenti nuk arrinte të fshihte atë që ishte gati të ndodhte në atë terren të izoluar, larg syve kureshtar të qytetit. Zonja Tefta u gjunjëzua mbi tokën e lagësht, duke ndjer peshën e 68 viteve të saj në çdo lëvizje. Duart i dridheshin ndërsa mbante lopatën që ishte dhënë pak minuta më parë. Balta i ngjitej në gishta, në rrobat e saj të thjeshta, në fytyrën e saj të shenjuar nga koha dhe nga lotët që nuk pushonin së rrjedhuri. Ajo përpiqej të kuptonte se si kishte arritur deri aty, si gjithçka ishte shembur kaq shpejt. Zëri i saj dilte i dobët, pothuajse një përshpërim e dëshpëruar. Të lutem, Elira, mos ma bëj këtë. Unë jam nëna e burrit tënd. Unë kur nuk të kam bërë keq. Elira qëndronte pak metra më larg, duke vëzhguar vjerën e saj me sy të ftohtë dhe një shprehje që përziente zemërim, frikë dhe vendosmëri. Ajo mbante një tjetër lopat me forcë, gishtat e zbardhur rreth bishtit prej druri. Flokët e saj të errët ishin lidhur në një topuz të nxituar dhe veshja e saj e shtrenjtë, dikur e patëmet, tani ishte e ndotur me balë. Ajo merrte frymë me vështirësi, sikur po bënte një betejë të brendshme me veten. Hesht, Tefta. Mbylle gojen. Zëri i Elirës doli më i lartë se sa e kishte menduar, duke bërë jehon nëpër terrenin bosh. Ti nuk kupton asgjë. Asgjë. Ti do të shkatërroje gjithçka. Gjithçka që unë kam ndërtuar. Zonja Tefta u përpoq të ngrihej, por këmbët e saj e lëshuan. Ajo ra sërish në gjunjë, dhimbja fizike u përzie me tmerrin që po i pushtonte të gjithë qenien. Kjo nuk mund të ishte e vërtetë. Kjo nuk mund të ishte e njëjta grua që vite më parë kishte hyrë në familje me një buzëqeshje të ndrojtur dhe premtime për dashuri të përjetshme ndaj djalit të saj. Elira, mendo për Petritin. Mendo për djalin tënd. Ai ka nevojë për ty, ai ka nevojë për gjyshen e tij. Kur dëgjoi emrin e djalit, Elira hezitoi për një çast. Sytë e saj shkëlqyen me diçka që mund të ishte pendim, por shpejt ashpërsia u kthye në fytyrën e saj. Ajo bëri një hap tjetër drejt vjehrës, lopata ende e shtrënguar fort në duart e saj. Pikërisht për të po e bëj këtë. Për të mbrojtur djalin tim. Për të mbrojtur familjen time. Por ajo sken brutale, ai moment dëshpërimi dhe çmendurie, ishte vetëm kulmi i një historie që kishte filluar shumë më herët, brenda mureve luksoze të vilës ku heshtja gjithmonë thoshte shumë më tepër se çdo fjalë. 6 muaj më parë, jeta e zonjës Tefta ishte shumë ndryshe. Ajo jetonte në shtëpinë e djalit të saj, Ardianit, një biznesmen i suksesshëm që kishte ndërtuar një perandori në fushën e teknologjisë. Vila ndodhej në një kompleks të mbyllur në Tiranë, me kopshte të pafundme, pishin të ngrohtë dhe një pamje të privilegjuar nga malet përreth. Ishte lloji i vendit që ajo kur nuk e kishte imagjinuar ta njihte në jetë, e aq më pak të jetonte aty. Tefta kishte qenë gjithmonë një grua e thjeshtë. E lindur dhe e rritur në një qytet të vogël të Korçës, ajo kishte punuar gjithë jetën si robaçepse, duke rritur Ardianin e vetme pasi burri e la kur djali ishte vetëm 3 vjeç. Ishin vite të vështira, me shumë sakrifica dhe privime, por ajo kur nuk lejoi që djali i saj të vuante për asgjë. Ajo kursente çdo qindark, zgjohej para se të lindte dielli për të pranuar më shumë porosi dhe flinte natën vonë duke përfunduar fustane mbrëmjesh, rroba pagëzimi, uniforma shkolle. Ardiani u rrit duke parë nënën e tij të sakrifikonte për të, dhe kjo formoi njeriun që ai u bë. I vendosur, inteligjent dhe ambicios, ai studioi me bursë të plotë, u diplomua në inxhinieri kompjuterike dhe, në moshën 30 vjeçare, tashmë kishte kompaninë e tij të zhvillimit të softwareve. Në moshën 35 vjeç, ishte milioner.
Dhe gjëja e parë që bëri kur parat filluan të vinin ishte të merrte nënën e tij nga ajo shtëpisë e thjesht në korç dhe ta sillte të jetonte me të. Mami, ti më rrite e vetme. Tani është radha ime të kujdesem për ty, i tha ai atë ditë, me sytë që i shkëlqenin nga emocionet. Tefta hezitoi në fillim. Ajo nuk donte të ishte një barë, nuk donte të pengonte jetën e djalit të saj, i cili ishte martuar së fundmi me Elirën, një grua e bukur dhe elegante që e kishte njohur në një event biznesi. Por Ardiani insistoi aq shumë sa ajo përfundoi duke pranuar. Dhe kështu, në moshën 67 vjeçare, zonja Tefta u transferua në atë vilë të stërmadhe, ku gjithçka dukej tepër e madhe, tepër e qetë. Në muajt e parë, ajo u përpoq të përshtatej. Zgjoi herët siç kishte bërë gjithmonë, por nuk kishte rroba për të qepur. Përpiqej të ndihmonte në kuzhinë, por familja kishte punonjës për gjithçka. Ndihej e padobishme, e humbur në atë botë luksi që nuk ishte e saj. E vetmja gjë që e mbante të lumtur ishte prania e nipit të saj, Petritit, i cili në atë kohë ishte vetëm 5 vjeç. Petriti ishte një fëmijë i veçantë. I qetë, vëzhgues, tepër i ndjeshëm për moshën e tij. Ai nuk fliste shumë, preferonte të vizatonte dhe të qëndronte në heshtje, por sytë e tij ngjyrë kafe thoshin gjithçka. Ai u lidh me gjyshen e tij që nga dita e parë, dhe Tefta gjeti tek ai djalë qëllimin që i mungonte. Ajo kalonte orë të tëra duke luajtur me të, duke i treguar histori, duke i mësuar gjëra të thjeshta që i kishte mësuar në fshat. Petriti buzëqeshte me të në një mënyrë që nuk buzëqeshte me askën tjetër. Por Tefta vuri re diçka të çuditshme. Elira e trajtonte djalin me një ftohtësi që ajo nuk arrinte ta kuptonte. Gruaja ishte e sjellshme, gjithmonë e rregullt, fliste në mënyrë të kulturuar, por kishte një distancë mes saj dhe djalit që e shqetësonte gjyshen. Elira rrallë e përqafonte Petritin, rrallë ulej me të për të luajtur apo për të dëgjuar historitë e tij. Ajo dukej gjithmonë tepër e zënë, gjithmonë me angazhime të rëndësishme, gjithmonë në telefon duke zgjidhur çështje që Tefta as nuk i kuptonte mirë. Është mënyra e saj, mami, justifikoi Ardiani sa herë që nëna e tij e prekte temën me delikatesë. Elira është një grua moderne, e pavarur. Ajo e do Petritin në mënyrën e saj. Tefta nuk këmbëngulte, por ndjesia se diçka nuk ishte në rregull vazhdonte të rritej brenda kraharorit të saj. Ajo shihte nipin e saj të kërkonte vëmendjen e nënës dhe të injorohej. Shihte djalin t'i çonte vizatime që kishte bërë dhe Elira vetëm t'i jepte një ledhatim në kokë përpara se t'i kthehej celularit. Kjo e lëndonte gjyshen, por ajo nuk dinte çfarë të bënte. Nuk ishte shtëpia e saj, nuk ishte familja e saj për të ndërhyrë. Ajo ishte vetëm një mysafire në atë botë që nuk i përkiste. Javët kalonin dhe Tefta filloi të vinte re detaje të tjera. Elira irritohej sa herë që vjera kalonte shumë kohë me Petritin. Ajo bënte komente delikate, pothuajse të padukshme, por që lëndonin. Po e llastoni shumë djalin, zonja Tefta. Petriti duhet të mësoj të jetë i pavarur. Ju rrinin ngjitur me të gjithë kohën. Ardian, thuaj nënës tënde të mos i jap aq shumë ëmbëlsira Petritit. Do të mësohet keq. Tefta përpiqej të përmbahej, të gëlltiste hidhërimin, por ishte e vështirë. Ajo nuk po bënte asgjë të gabuar. Ajo thjesht po e donte nipin e saj në mënyrën e vetme që dinte, me prani, me përkujdesje, me vëmendje. Por kuptonte se prania e saj e bezdiste Elirën gjithnjë e më shumë. Një pasdite marsi, Tefta ishte në kuzhinë duke përgatitur një kek me karota, receta që Petritit i pëlqente më shumë. Djali ishte ulur në banakun pranë saj, i lyer me brumë, duke qeshur lehtë ndërsa tregonte për një film vizatimor që kishte parë në mëngjes. Ishte një nga ato momente të thjeshta që ja mbushnin zemrën gjyshes me lumturi. Elira hyri papritur në kuzhinë me celularin ngjitur në vesh. Ajo i përshëndeti shpejt të dy dhe doli nga dera e pasme, duke shkuar drejt kopshtit. Tefta nuk i dha shumë rëndësi në fillim, vazhdoi të rrite brumin ndërsa dëgjonte Petritin të fliste. Por pastaj, rastësisht, ajo dëgjoi zërin e Elirës që vinte nga kopshti. Gruaja po fliste me zë të lartë, nervoze, dhe megjithse ishte larg, era solli disa fjalë deri në kuzhinë. E di. Por ai nuk duhet ta zbuloj. Kur? Nëse Ardiani e merr vesh të vërtetën, unë humbas gjithçka. Tefta ndaloi së përzieri brumin. Zemra filloi t'i rrite më shpejt. Ajo shikoi Petritin, i cili vazhdonte i pavëmendshëm, duke kënduar me zë të ulët.
Gjyshja u afrua ngadalë te dritarja, duke u përpjekur të dëgjonte më mirë pa u parë. Nuk është djali i tij. Ti e di këtë. Unë nuk ja kam treguar askujt dhe nuk do t'ja tregoj tani, vazhdonte Elira me zërin që i dridhej. Ardiani nuk duhet ta di kur që Petriti nuk është djali i tij biologjik. Kur? Unë kam gënjur që në fillim, kam sajuar shtatzënin, kam rregulluar gjithçka siç duhet. Askush nuk dyshon për asgjë. Tefta ndjeu tokën t'i zhdukej nën këmbë. Ajo mbështeti duart në banak për të mos rënë. Fjalët e Elirës i bënin njehon në kokë si një kamban kishe që lajmëronte një tragjedi. Petriti nuk ishte djali biologjik i Ardianit. Nusja e saj kishte gënjur gjatë gjithë atyre viteve. Kishte ndërtuar një farsë gjigante duke mashtruar djalin që ajo e donte aq shumë. Kam bërë një birësim jo formal, po. Gjithçka ishte e rregulluar. Ardiani beson se është babai biologjik sepse unë gënjeva për shtatzënin. Përdora barkofolko, falsifikova analiza, pagova njerëz për të më ndihmuar. Ai kur nuk ka dyshuar për asgjë, vazhdonte Elira nga ana tjetër e kopshtit, pa e ditur se po dëgjohej. Tefta ndjeu lotët t'i mbushnin sytë. Ajo shikoi Petritin, atë djalë të ëmbël dhe të pafajshëm që nuk kishte asnjë faj. Ai ishte nipi i saj i zemrës, gjithmonë do të ishte, por gënjeshtra ishte tepër e madhe. Ardiani meritonte ta dinte të vërtetën. Djali i saj ishte mashtruar në mënyrën më të keqe të mundshme. Elira mbylli telefonatën dhe u kthye brenda në shtëpi disa minuta më vonë. Kur kaloi pranë kuzhinës, gjeti Teftën të ndalur duke shikuar në boshllëk me fytyrën të zbehë. Shikimet e tyre u kryqëzuan për një sekondë dhe Elira e kuptoi menjëherë se diçka kishte ndryshuar. Ajo ndjeu një të dridhur t'i përshkonte shtyllën kurrizore. Gjithçka në rregull, zonja Tefta, pyeti ajo, duke u përpjekur ta mbante zërin të qëndrueshëm. Tefta nuk u përgjigj. Ajo vetëm mori Petritin në krah, mërmëriti diçka për të shkuar t'i lexonte një histori dhe doli nga kuzhina në heshtje. Elira mbeti e palvizur duke vëzhguar vjerën të largohej dhe një frikë e thellë filloi të rritej brenda saj. Ajo e dinte. Tefta kishte dëgjuar gjithçka. Atë natë, Tefta nuk arriti të flinte. Ajo qëndroi zgjuar në shtrat duke shikuar tavanin, duke menduar se çfarë duhej të bënte. Ti tregonte Ardianit? Të konfrontohej me Elirën? Të shtirej sikur nuk dinte asgjë? Çdo opsion duke i gabuar, çdo rrugë dukej se çonte në një tragjedi. Ajo mendoi për Petritin, për atë djalë të pafajshëm që e donte baban dhe ishte i dashur prej tij. Çfarë do të ndodhte nëse e vërteta dilte në dritë? Ardiani do të ishte i shkatëruar. E gjithë familja do të shpërbëhej. Por gënjeshtra ishte tepër e madhe për t'u injoruar. Ardiani kishte të drejtë ta dinte. Ai meritonte të vërtetën, sado e dhimbshme të ishte. Në ditët në vijim, Tefta vuri re se Elira filloi ta vëzhgonte në mënyrë të ndryshme. Nusja kalonte pranë saj me një shikim dyshues, bënte pyetje delikate duke u përpjekur të zbulonte se sa dinte vërtet vjera. Tensioni brenda asaj shtëpie luksoze rritej çdo ditë, si një tenxhere me presion gati për të shpërthyer. Ardiani, i pavëmendshëm ndaj gjithçkaje, vazhdonte rutinën e tij të ngarkuar të punës. Ai dilte herët, kthehej vonë dhe në momentet e pakta kur ishte në shtëpi, përpiqej ta ndante kohën mes gruas, djalit dhe nënës. Ai e kuptonte se diçka ishte e çuditshme, se atmosfera ishte e rëndë, por ja atribuonte gjithçka stresit të punës dhe dallimeve të vogla natyrore të një familjeje që jetonte nën të njëjtën çati. Një javë pas asaj pasditeje fatale, Elira njoftoi gjatë darkës se kishte planifikuar një udhëtim për në vilën e pushimit të familjes. Ishte një pronë rurale që u përkiste prindërve të Ardianit, e vendosur rreth 2 orë larg Tiranës, në një rajon të largët dhe të qetë pranë Elbasanit. Vendi ishte trashëguar nga Ardiani vite më parë, por ata rrallë shkonin atje. Mendoj se do të jetë mirë për ne të pushojmë pak, tha Elira, duke buzëqeshur në mënyrë të sforcuar. Ta çojmë Petritin të ketë kontakt me natyrën, të thith ajër të pastër. Dhe ju gjithashtu do të vini, zonja Tefta. Do të na bëjë mirë të gjithëve. Tefta ndjeu një të ftohtë t'i përshkonte trupin. Ajo shikoi Elirën dhe pa diçka në sytë e nusës që e frikësoi. Kishte një vendosmëri aty, një ftohtësi që ajo nuk e kishte parë kur më parë.
Ajo donte të refuzonte, të shpikte një justifikim çfarëdo, por Ardiani ishte tashmë i entuziazmuar me idenë, duke folur se sa kohë kishte pa shkuar në vilë dhe sa mirë do të ishte të kalonin një fundjavë si familje. Do të jetë fantastike, mami. Do t'ju pëlqej. Vendi është i bukur, shumë i qetë. Do të shkojmë të gjithë së bashku, tha Ardiani, duke i mbajtur dorën nënës me dashuri. Tefta nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të pranonte. Por atë natë, ndërsa rregullonte valixhen e saj të vogël, ajo ndjeu një peshë në kraharor që nuk arrinte ta shpjegonte. Diçka nuk ishte në rregull. Shumë keq. 2 ditë para udhëtimit, Elira i telefonoi kujdestarit të vilës, një burr i quajtur Bac Jakupi, i cili kujdesej për pronën prej vitesh. Tefta po kalonte nëpër korridor kur dëgjoi një pjesë të bisedës. Bac Jakup, kam nevojë të përgatisni diçka për mua atje në vilë. Është pak urgjente, thoshte Elira, me zë të ulët dhe të nxituar. Dua të hapni një grop atje prapa, afër liçenit. Një grop të thellë, e kuptoni? Është për një projekt peizazhistik. Një kopsht të ri që dua të bëj. Tefta ndaloi se ecuri. Zemra i rahu fort. Një grop? Për çfarë? Ajo u mbështet pas murit, duke u përpjekur të dëgjonte më shumë. Jo, nuk ka nevojë të shqetësoheni për madhësinë e saktë. Vetëm duhet të jetë mjaft e thellë dhe e gjerë. Do t'jua shpjegoj më mirë kur të vi atje. Dhe Bac Jakup, mos ja komentoni këtë askujt, në rregull? Është një surprizë që dua t'i bëj Ardianit. Kur Elira mbylli telefonin, Tefta ishte tashmë kthyer në dhomën e saj, e mbyllur, me zemrën që i rrite pa pushim. Një grop. Elira po urdhëronte të hapej një grop para udhëtimit. Plaka nuk ishte budallaqe. Ajo kishte jetuar mjaftueshëm për të njohur kur diçka shumë e keqe po planifikohej. Po atë natë, Tefta mori një mesazh në celular. Ishte nga një numër i panjohur, pa identifikim. Mesazhi ishte i shkurtër, por i tmerrshëm. Kujdes. Ajo e di që ti e di. Mos shko në vilë. Tefta e lexoi dhe rilexoi atë mesazh 10 herë. Kush e kishte dërguar? Si e dinte ai person gjithçka? Ajo mendoi t'ia tregonte Ardianit, t'i tregonte gjithçka menjëherë, por frika e paralizoi. Po sikur të ishte gabim? Po sikur po çmendej? Po sikur tregimi i së vërtetës ta vinte Petritin në rrezik? Ajo vendosi se do të shkonte në vilë. Nuk mund ta braktiste nipin e saj. Nuk mund ta linte vetëm me Elirën, jo tani që dinte gjithçka. Ajo duhej të ishte afër, duhej ta mbronte në një farë mënyre. Në mëngjesin e udhëtimit, Ardiani ngiste makinën i gëzuar, duke komentuar kujtimet e fëmijërisë që kishte nga vila. Elira ishte pranë tij në sediljen e pasagjerit në heshtje, duke shikuar nga dritarja. Tefta dhe Petriti ishin në sediljen e pasme. Djali flinte i mbështetur në shpatullën e gjyshes dhe ajo i ledhatonte flokët me butësi, duke u përpjekur ta regjistronte atë moment në kujtesë. Kur arritën në vilë, dielli ishte tashmë lart në qiell. Prona ishte vërtet e bukur, me një shtëpi të vjetër por të mirëmbajtur, e rrethuar nga pemë frutore dhe një liçen në sfond. Bac Jakupi i priti me simpati, duke i ndihmuar të shkarkonin valixhet. Elira ishte çuditërisht e sjellshme atë ditë. Ajo përgatiti një kafe për të gjithë, ofroi biskota, sugjeroi që Petriti të shkonte të luante në obor ndërsa të rriturit pushonin. Tefta e pranoi kafen, por kur e çoi filxhanin te buzët, ndjeu një shije të hidhur, të çuditshme. Ajo u shtir sikur e piu, por e derdhi lëngun fshehurazi në një vazo lulesh kur askush nuk po shikonte. Pasdite, Elira ju afrua vjehrës me një buzëqeshje që nuk i arrinte në sy. Zonja Tefta, e jani me mua. Dua t'ju tregoj liçenin. Është i bukur këtë orë të ditës. Tefta shikoi Ardianin, i cili po luante me Petritin në lëndin. Ajo donte të bërtiste, donte të kërkonte ndihmë, por fjalët nuk i dilnin. Ajo thjesht e ndoqi nusën në heshtje, hapat e saj të rëndë, zemra e saj e përshpejtuar. Ata ecën për rreth 10 minuta derisa arritën në një zonë të izoluar, larg shtëpisë kryesore. Dhe ishte aty ku Tefta e pa gropën. E madhe, e thellë, e sapo hapur. Dhe ishte aty, në atë moment, ku gjithçka u shem. Elira u kthye nga ajo, fytyra e transformuar nga zemërimi dhe dëshpërimi. Ti e dëgjove, apo jo? E dëgjove bisedën time atë ditë. E pash në shikimin tënd.
Ti di gjithçka. Tefta bëri një hap prapa, por këmbët i dridheshin aq shumë sa pothuajse ra. Elira, të lutem. Mund të flasim. Mund të zgjidhim këtë në një mënyrë tjetër. Nuk ka mënyrë tjetër, bërtiti Elira, lotët duke filluar t'i rridhnin në përfytyrë. Ti do t'ja tregoj Ardianit. Do të shkatëroje gjithçka. Do të më merrje djalin, shtëpinë, jetën time. Nuk mund ta lejoj këtë të ndodhë. Nuk do ta lejoj. Dhe kështu filloi gjithçka. Shtytja. Rënia. Toka që hidhej. Britmat e mbytura. Dëshpërimi absolut I një gruaje që në moshën 68 vjeçare, kur nuk e kishte imagjinuar se jeta e saj do të përfundonte në atë mënyrë, në duart e nuses së saj, e varrosur për së gjalli në një grop të hapur posaçërisht për të. Tefta luftoi me të gjitha forcat që I kishin mbetur. Ajo u përpoq të ngrihej, u kap pas anëve të gropës, u lut, "Qau, bërtiti për ndihmë." Por Elira vazhdonte të hidhte tokë, duke mërmëritur fraza të pakuptimta për frikën, për sekretet, për gjithçka që kishte për të humbur. Zhurma e mbytur e tokës që binte mbi trupin e saj ishte zhurma e fundit. Ose të paktën kështu duhej të ishte. Derisa, në largësi, shumë larg, një zhurmë tjetër çau ajrin. Zhurma e një makine që po vinte me shpejtësi të madhe. Zhurma e motorit të makinës që çau pas ditën e qetë e bëri Elirën të paralizohej. Ajo ishte me lopatën të ngritur në ajër, gati për të hedhur një tjetër shtresë dhe u mbi trupin pjesërisht të varrosur të teftës. Sytë e saj u zgurdulluan nga tmerri dhe për një moment ajo mbeti plotësisht e palvizur, si një statuj kripe. Paniku I pushtoi çdo fibër të qenies së saj. Tefta, ende e ndërgjegjshme pavarësisht dheut që tashmë I mbulonte një pjesë të trupit, e dëgjoi gjithashtu zhurmën. Ishte e vetmja gjë që e mbante zgjuar, e vetmja shkëndij shprese në mes të makthit absolut që po jetonte. Ajo u përpoq të bërtiste përsëri, por dheu në gojë dhe raskapitja e bënin çdo tingull të pamundur. Forcat e saj ishin në limit. Elira e lëshoi lopatën dhe vrapoi. Këmbët I fundoseshin në tokën e lagësht ndërsa përpiqej të kthehej drejt shtëpisë, zemra I rrite aq fort sa dukej se do t'i shpërthente brenda kraharorit. Ajo duhej të pastrohej, duhej të shpikte një justifikim, duhej të dukej normale. Por si të shpjegonte dheu në rrobat e saj, dëshpërimin në sytë e saj, fajin e stampuar në çdo tipar të fytyrës së saj. Makina frenoi befas përballë shtëpisë së vilës, duke ngritur një re pluhuri. Ardiani u hodh nga automjeti para se ai të ndalonte plotësisht. Fytyra e tij ishte e shpërfytyruar nga frika, me sytë e kuq të dikujt që kishte qarë gjatë gjithë rrugës. Në duar, ai mbante celularin, ku një video ishte ende e ndalur në ekran. Një video që do të ndryshonte gjithçka. Minuta më parë, ndërsa ishte ende në një mbledhje të rëndësishme në zyrën e tij në Tiranë, Ardiani mori një njoftim në celular. Ishte një mesazh nga një numër që e njohu menjëherë. Numri I Petritit. Por djali kur nuk dërgonte mesazhe vetëm. Ai ishte ende shumë I vogël për të përdorur celularin pa mbikëqyrje. I intriguar dhe lehtësisht I shqetësuar, Ardiani hapi mesazhin. Ishte një video. E shkurtër, e dridhur, e filmuar qartë nga duar të vogla dhe pa përvojë. Imazhi tregonte oborrin e vilës, pastaj lëvizte shpejt duke treguar copa qielli, bari, derisa më në fund u fokusua në diçka në largësi. 2 figura. Njërën prej tyre e njohu menjëherë edhe nga larg. Ishte Elira. Figura tjetër ishte në tokë dhe kishte diçka thellësisht të gabuar në atë skenë. Audioja ishte pothuajse e padëgjueshme, por Ardiani arriti të dëgjonte zërin e përshpëritur të Petritit, duke u dridhur nga frika. Babi rrezik. Gjyshja në rrezik. Videoja mbaronte aty. Vetëm disa sekonda, por ishte e mjaftueshme që bota e Ardianit të shembej. Ai nuk mendoi 2 herë. Anuloi mbledhjen, mori çelsat e makinës dhe doli me shpejtësi nga zyra, duke telefonuar 10 herë në celularin e Elirës, e cila nuk përgjigjej. Telefonoi në telefonin fiks të vilës, por askush nuk u përgjigj. As Bac Jakupi nuk përgjigjej. Me çdo minutë që kalonte, dëshpërimi rritej. Gjatë gjithë udhëtimit deri në vilë, Ardiani ndjente duart t'i dridheshin në timon. Ai nuk mund të ndalonte së menduari se çfarë mund të ishte duke ndodhur. Nëna e tij në rrezik. Elira e përfshirë. Petriti I friksuar mjaftueshëm për të filmuar fshehurazi dhe për të dërguar një kërkesë për ndihmë.
Asgjë nga këto nuk kishte kuptim, por në të njëjtën kohë kishte gjithë kuptimin e botës. Të gjitha çuditë e vogla të muajve të fundit filluan të bashkoheshin si pjesë të një enigme makabre. Tani, i ndalur përballë shtëpisë së vilës, Ardiani shikonte përreth duke kërkuar për çdo shenjë jete. Ai bërtiti emrin e nënës së tij, bërtiti emrin e gruas së tij, bërtiti për djalin e tij. Heshtja që mori si përgjigje ishte më e tmerrshme se çdo përgjigje që mund të ishte. Atëherë e pa. Elira duke u shfaqur nga pas shtëpisë, duke u lëkundur, rrobat e saj të ndotura me baltë, fytyra e zbeth si letër. Ajo ndaloi kur e pa atë dhe për një sekond shikimet e tyre u takuan. Ardiani pa aty diçka që nuk e kishte parë kur më parë në sytë e gruas me të cilën ishte i martuar prej 7 vitesh. Faj. Frikë. Dëshpërim absolut. Ardian. Mund ta shpjegojë. Zëri i Elirës doli i dobët, i thyer. Ku është nëna ime? Ardiani eci shpejt drejt saj, duke e kapur nga supet. Ku është ajo, Elira? Çfarë i bëre? Elira filloi të qante, me dënese të dhunshme që i tunin të gjithë trupin. Ajo u përpoq të fliste, por fjalët nuk i dilnin. Ardiani e lëshoi dhe filloi të vraponte, duke ndjekur gjurmët në tokën e lagësh që çonin drejt pjesës së pasme të pronës. Zemra i rrihte aq fort sa mezi merrte frym. Ai vrapoi si kur më parë në jetë. Kërceu gardhe, shmangu pemë, ndoqi gjurmët e tokës së lëvizur derisa më në fund arriti në atë vend. Dhe ajo që pa aty e bëri të binte në gjunjë. Gropa. Lopata e rënë pranë saj. Dhe në mes të gjithçkaje, pjesërisht e mbuluar me dhe nëna e tij. Tefta. Gruaja që kishte sakrifikuar gjithçka për të, që kishte punuar derisa duart i rridhnin gjak që ai të mund të studionte, që kishte hequr dorë nga jeta e saj që ai të mund të kishte një shans. Aty, e varrosur si një kafshë, duke luftuar për të marrë frym. Ardiani nuk e mban mend saktësisht se si zbriti në atë grov. Ai vetëm di se, sekonda më vonë, po gërmonte me duart e tij, duke hequr dheun nga trupi i nënës, duke bërtitur për ndihmë, duke qarë në një mënyrë që nuk kishte qarë kur më parë. Duart i rridhnin gjak, thonjt i thyeshin, por ai nuk ndalonte. Nuk mund të ndalonte. Mami. Mami, rezisto. Unë jam këtu. Rezisto, të lutem. Tefta hapi syt me vështirësi. Ishte e dobët, shumë e dobët, por kur pa fytyrën e djalit të saj ndjeu një val lehtësimi aq të madhe sa pothuajse i ra të fikët. Ai kishte ardhur. Djali i saj kishte ardhur ta shpëtonte. Ajo u përpoq të buzëqeshte, u përpoq të fliste, por gjithçka që arriti të bënte ishte t'i shtrëngonte lehtë dorën. Ardiani arriti ta nxirrte prej andej. Ai e mori në krah, duke injoruar dhimbjen në krah, duke injoruar gjithçka përveç nevojës për ta çuar nënën e tij në një vend të sigurt. Ajo peshonte aq pak, duke aq e brisht në atë moment. Ai e mbajti atë drejt shtëpisë, lotët i rridhnin nëpër fytyrë, trupi i dridhej nga adrenalina dhe shoku. Elira ishte aty ku ai e kishte lënë, tani e rënë në gjunjë në tokë, duke qarë në mënyrë kompulsive. Kur pa Ardianin të kthehej me teftën në krah, ajo u ngrit duke u lëkundur. Ardian, mund ta shpjegoj. Mund të shpjegoj gjithçka. Të lutem, më dëgjo. Qëndro larg. Zëri i Ardianit doli si një ulërim. Ai kur nuk kishte folur në atë mënyrë me askënd në jetë. Mos u afro. Mos ju afro nënës sime. Ai hyri në shtëpi, vendosi teftën me kujdes në divan dhe mori telefonin. Duart i dridheshin aq shumë sa mezi formonte numrin. Ai telefonoi ambulancën, policinë dhe adresën e vilës, shpjegoi situatën në mënyrën më të qartë që mundi pavarësisht dëshpërimit. Ndërsa priste të vinte ndihma, Ardiani u gjunjëzua pranë nënës së tij. Tefta ishte e ndërgjegjshme, por qartësisht në gjendje shoku. Ai i mbajti dorën, i ledhatoi fytyrën e ndotur me dhe i përshpëriti fjalë ngushëllimi që as vetë nuk e dinte nëse i besonte. Gjithçka është në rregull tani, mami. Gjithçka është në rregull. Je e sigurt. Nuk do të lejoj të ndodh asgjë. Ishte në këtë moment që u shfaq Petriti. Djali ishte fshehur brenda shtëpisë gjatë gjithë kohës, tepër i tmerruar për të dalë. Kur pa gjyshen në atë gjendje dhe baban duke qarë, ai filloi të qante gjithashtu. Ardiani e tërhoqi pranë, duke përqafuar djalin dhe nënën në të njëjtën kohë, duke u përpjekur t'i mbronte të dy me trupin e tij. Ishe shumë trim, bir. Shumë trim.
Ti e shpëtove gjyshen. E kupton? Ti e shpëtove atë. Petriti e futi fytyrën në kraharorin e babait duke dënesur. Ai fëmijë vetëm 6 vjeç kishte dëshmuar gjëra që asnjë fëmijë nuk duhet të dëshmojë. Ai kishte parë tensionin në rritje mes nënës dhe gjyshes, kishte ndjerë se diçka nuk ishte në rregull dhe, edhe me aq shumë frikë, kishte gjetur guximin të merrte celularin dhe të filmonte, të dërgonte një kërkesë për ndihmë te babai i tij. Ai kishte shpëtuar jetën teftës. Elira vazhdonte të ishte jashtë, e ulur në tokë, duke përqafuar gjunjët e saj. Ajo nuk qante më. Ishte në gjendje shoku, duke shikuar në boshllëk, duke mërmëritur gjëra të pakuptueshme. Një pjesë e saj ende nuk besonte se çfarë kishte bërë. Një pjesë tjetër e dinte saktësisht dhe ishte e tmerruar nga pasojat. Kur ambulanca më në fund arriti, e ndjekur nga afër nga makina e policisë, vila u shndërrua në një skenë kaotike. Paramjekët vrapuan për t'i dhënë ndihmë teftës, duke i bërë pyetje të shpejta Ardianit për atë që kishte ndodhur. Policët hynë në pronë, vlerësuan skenën dhe shpejt e kuptuan seriozitetin e situatës. Një nga policët, një burr në moshë të mesme me një shprehje të ashpër, ju afrua Elirës. Ajo nuk rezistoi kur ai e ndihmoi të ngrihej, kur ai e udhëzoi për të drejtat e saj. Ajo vetëm shikoi për herë të fundit Ardianin, i cili e vështronte me një përzierje urrejtjeje, dhimbjeje dhe mosbesimi që ajo nuk do ta harronte kurrë. Pse, Elira? Pse? Zëri i Ardianit doli i thyer, i raskapitur. Si mundet t'ia bëje këtë nënës sime? Si? Elira hapi gojen, por asnjë fjalë nuk doli. Si mund të shpjegonte? Si mund ta bënte dik të kuptonte frikën që ndjeu kur kuptoi se kështjella e saj e gënjeshtrave ishte gati të shembej? Si të shpjegonte se kishte arritur në një pikë ku eliminimi i vjerrës ju duk zgjidhja e vetme? Ajo u dërgua në makinën e policisë. Ndërsa e vendosnin në sediljen e pasme, ajo shikoi nga dritarja dhe pa Ardianin të përqafuar me Petritin, duke vëzhguar paramjekët që bartnin teftën brenda në ambulancë. Ajo imazh do të mbetej i gdhendur përgjithmonë në kujtesën e saj. Imazhi i gjithçkaje që kishte humbur. Imazhi i familjes që ajo shkatërroi me duart e saj. Në ambulancë, rrugës për në spital, tefta humbte dhe rifitonte ndjenjat. Paramjekët punonin shpejt duke kontrolluar shenjat e saj jetësore, duke pastruar dhe unë që ishte ende në rrugët e saj të frymëmarrjes, duke i dhënë oksigjen. Ardiani ishte në sediljen pranë, duke i mbajtur dorën nënës, duke refuzuar ta lëshonte qoftë edhe për një sekondë. Qëndro me mua, mami. Qëndro me mua. Jemi pothuajse në spital. Rezisto edhe pak. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë, tefta u dërgua menjëherë në urgjencë. Ardianit ju desh të qëndronte në dhomën e pritjes dhe, për herë të parë që kur kishte filluar gjithçka, ai e gjeti veten vetëm me mendimet e tij. Dhe ishte e tmerrshme. Ai përpiqej të kuptonte se çfarë kishte ndodhur. Përpiqej të përpunonte se si gruaja e tij, gruaja me të cilën ndante shtratin çdo natë, nëna e djalit të tij, kishte tentuar të vriste nënën e tij. Asgjë nuk kishte kuptim. Absolutisht asgjë. Petriti ishte ulur pranë tij, tepër i qetë për një fëmijë. Djali mbante një lodër që një infermiere e sjellshme i kishte dhënë, por nuk luante me të. Vetëm shikonte korridorin ku ishte zhdukur gjyshja e tij, duke pritur, ashtu si babai i tij, për lajme. Ishin 3 orë pritje. 3 orë që u dukën si 3 vjet. Ardiani ecte sa andej këtej në dhomën e pritjes, piu 5 gota ujë që nuk ja shuan etjen, ju përgjigj 10 telefonatave nga miq dhe punonjësit të shqetësuar për mungesën e tij të papritur. Ai nuk dinte çfarë t'u thoshte askujt. Si të shpjegoje të pashpjegueshmen? Më në fund, një mjek u afrua. Ishte një burr i ri, me një vështrim të lodhur por të butë. Zoti Ardian, nëna juaj është në gjendje të qëndrueshme. Ajo ka pasur një krizë të rëndë paniku, dehidratim, disa lëndime të lehta dhe është në gjendje shoku të thellë emocional. Por fizikisht, ajo do të rikuperohet. Ishte për një fije. Sikur të ishit vonuar edhe disa minuta. Mjeku nuk e përfundoi fjalinë. Ardiani e kuptoi në mënyrë të përkryer. Ai mbuloi fytyrën me duar dhe më në fund lejoi që të qarat të dilnin plotësisht. Ishin lot lehtësimi, dhimbjeje, zemërimi, mirënjohjeje. Një vorbull emocionesh që ai nuk mund t'i kontrollonte më. Mund ta shoh? Po, por ajo është nënqetësues. Do të flej për disa orë.
Është më mirë për të në këtë moment. Ju mund të qëndroni në dhomë nëse dëshironi. Ardiani mori Petritin për dorë dhe ndoqi mjekun nëpër korridoret e bardha të spitalit derisa arritën në një dhomë private. Aty ishte ajo. Tefta. Nëna e tij. E shtrirë në shtratin e spitalit, e lidhur me monitor, fytyra ende e ndotur me dhe pavarësisht pastrimit të shpejt që i kishin bërë, por e gjallë. E gjallë. Ai tërhoqi një karrige afër shtratit, uli Petritin në prerë dhe qëndroi aty, duke vëzhguar kraharorin e saj të ngrijej e të ulej në një ritëm të vazhdueshëm. Ky ishte tingulli më i bukur që kishte dëgjuar ndonjëherë. Tingulli i jetës që vazhdonte. Tingulli i shansit të dytë. Ndërsa Tefta flinte nën efektin e qetësuesve në spital, në anën tjetër të qytetit, në një komisariat policie, Elira po merrej në pyetje. Ajo nuk qante më. Ishte empir emocionalisht, duke ju përgjigjur pyetjeve në mënyrë automatike, sikur po fliste për jetën e dikujt tjetër. Pse zonja u përpoqet t'ia bënit këtë vjerrës suaj? Komisari përgjegjës i rastit ishte një burr me përvojë, i cili kishte parë shumë gjëra në jetë, por edhe ai ishte i tronditur nga kjo histori. Elira qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Pastaj, ngadalë, filloi të fliste. Dhe kur filloi, nuk mundi të ndalonte më. Ajo tregoi gjithçka. Çdo detaj të gënjeshtrës që kishte ndërtuar gjatë viteve. Si kishte sajuar një shtatzëni për të mbajtur Ardianin. Si kishte bërë një birësim jo formal përmes ndërmjetësve të dyshim, duke paguar një shumë të konsiderueshme për të marrë një foshnjë pa bërë pyetje. Si kishte falsifikuar analiza, përdorur barqe falco, mashtruar burrin e saj që nga dita e parë. Isha e dëshpëruar, thoshte ajo, me zë monoton. Ardiani do të më linte. Ai dyshonte, mendonte se unë isha me të vetëm për paratë. Dhe ishte e vërtetë. Në fillim ishte. Por pastaj u mësova me atë jetë, me atë luks, me atë siguri. Nuk mund të humbisja gjithçka. Kështu që shpika shtatzënin. Përdora silikon, rroba të gjera, gënjeva për vizitat. Dhe kur erdhi koha, thash se kisha pasur komplikime dhe foshnja lindi para kohe. Solla Petritin në shtëpi dhe e binda Ardianin se ai ishte djali ynë biologjik. Komisari shënonte gjithçka, mosbesimi i stampuar në fytyrën e tij. Dhe pse të tentonit t'i merrnit jetën vjerrës suaj? Ajo e dinte të vërtetën? Ajo dëgjoi një bisedë time në telefon. Po flisja me personin që më ndihmoi në birësim, duke zgjidhur disa detaje të fundit për të garantuar që askush të mos e zbulonte kurrë. Dhe zonja Tefta ishte shumë afër. Ajo dëgjoi gjithçka. Elira bëri një pauzë, duart i dridheshin. E pash në shikimin e saj. Ajo e dinte. Dhe unë e dija se do t'ia tregonte Ardianin. Ajo e donte djalin e saj tepër shumë për ta lënë të jetonte në një gënjeshtër. Kështu që unë. Kështu që ju planifikuat gjithçka. Udhëtimin, gropën e hapur paraprakisht, kafen me qetësues. Nuk doja ta bëja. Për herë të parë, zëri i Elirës u thye përsëri. Nuk doja. Por isha e dëshpëruar. Kisha aq shumë frikë të humbisja gjithçka. Shtëpin, jetën e rehatshme, Petritin. Unë e dua atë djalë. Edhe pse nuk është djali im biologjik, unë e dua. Dhe nuk mund të lejoja që të ma merrnin. Por ju ishit e gatshme ta linit atë pa gjyshen që ai e donte aq shumë. Elira nuk u përgjigj. Nuk kishte përgjigje të mundshme për këtë. Nata ra mbi Tiranë. Në spital, Ardiani vazhdonte të ishte pranë shtratit të nënës së tij. Petriti kishte fjetur në krahët e tij, i raskapitur nga aq shumë frikë dhe emocione. Një infermiere solli një batanie dhe i mbuloi të dy me kujdes, me një buzëqeshje të trisht në fytyrë. Ajo nuk i dinte detajet e asaj që kishte ndodhur, por e dinte se ajo familje kishte kaluar diçka të tmerrshme. Rreth orës 10 të natës, Tefta filloi të zgjohej. Fillimisht ishin vetëm lëvizje të lehta, pastaj sytë e saj u hapën ngadalë. Ajo ishte e hutuar, e çorientuar, ju deshën disa sekonda për të kujtuar se ku ishte dhe pse. Kur kujtimet u kthyen, i gjithë trupi i saj u tensionua dhe ajo u përpoq të ngrihej shpejt. Mami, qetësohu. Gjithçka është në rregull. Je në spital. Je e sigurt. Ardiani u ngrit shpejt, ende duke mbajtur Petritin që vazhdonte të flinte. Gjithçka është në rregull tani. Tefta shikoi djalin e saj.
E shikoi vërtet. Pa rrathët e zinj poshtë syve, pa dhimbjen në sytë e tij, pa se si ishte plakur me vite në vetëm disa orë. Dhe pastaj pa Petritin duke fjetur I qetë në krahët e babait dhe lotët filluan të binin. Ai më shpëtoi. Zëri I saj doli I ngjirur, I dhimbshëm. Po. Djali ynë Trim filmoi atë që po ndodhte dhe ma dërgoi. Po të mos ishte për të. Ardiani nuk mundi ta përfundonte fjalinë. Nuk mund të mendonte as se çfarë do të kishte ndodhur. Tefta shtriu dorën e dridhur dhe I ledhatoi fytyrën nipit të fjetur. Ai djalë I vogël, I ndjeshëm, I qetë, kishte qenë më Trim se shumë të rritur. Ai I kishte shpëtuar jetën. Ardian, tha Tefta pas një heshtjeje të gjatë. Ka diçka që duhet ta dish. Për Petritin. Për Elirën. Ardiani tundi kokën. E di tashmë, mami. Ajo ka rrëfyer gjithçka në komisariat. Policët më telefonuan pak më parë. E di që Petriti nuk është djali im biologjik. Tefta I mbajti dorën djalit duke pritur të shihte zemërim ose dhimbje, por ajo që pa e befasoi. Ardiani shikonte Petritin me të njëjtën dashuri si gjithmonë. Ndoshta edhe më shumë. Kjo nuk ndryshon asgjë, tha Ardiani, zëri I tij I fortë pavarësisht lotëve. Ai është djali im. Ai gjithmonë do të jetë djali im. Biologjia nuk bën familjen. Dashuria e bën. Dhe unë e dua këtë djalë më shumë se çdo gjë në këtë botë. Tefta buzëqeshi përmes lotëve. Djali I saj ishte bërë një njeri më I mirë se sa ajo mund ta kishte imagjinuar ndonjëherë. Edhe në mes të kaq shumë dhimbjeje, ai zgjodhi dashurinë. Zgjodhi të mbronte atë fëmijë të pafajshëm që nuk kishte faj për asnjë gënjeshtër. Ata qëndruan aty të tre në heshtje. Një familje që pothuajse ishte shkatëruar, por që tani po rindërtohej në një mënyrë të ndryshme. Më e fortë. Më e vërtetë. Jashtë, qyteti vazhdonte rutinën e tij. Por brenda asaj dhome spitali, në mes të monitorëve dhe erës së dezinfektantit, diçka e rëndësishme po ndodhte. Një familje po zgjidhte të vazhdonte. Po zgjidhte të falte të pafajshmin, të mbronte të brishtet dhe të ecte përpara, sado e vështirë të ishte rruga. Rrezet e para të diellit të mëngjesit tjetër hyn nga dritarja e dhomës së spitalit, duke ndriçuar butësisht fytyrën e Teftës. Ajo kishte fjetur pak gjatë natës, duke u zgjuar disa herë e frikësuar, duke rjetuar në makthe ato momente të tmerrshme nën tokë. Sa herë që zgjohej, gjente Ardianin aty, ulur në karrigen pranë shtratit, vigjilent, sikur të kishte frikë se ajo mund të zhdukej nëse ai mbyllte sy. Petriti ishte dërguar në shtëpi nga një mikesh e familjes gjatë natës. Djali duhej të pushonte në shtratin e tij, larg atij ambienti spitalor që sillte vetëm më shumë ankth. Ardiani kishte hezituar ta linte të shkonte, por e dinte se ishte më e mira për djalin. Para se të largohej, Petriti I kishte dhënë një puthje të gjatë në ballë gjyshes dhe I kishte përshpëritur se e donte. Ato fjalë të thjeshta kishin qenë ilaçi më I mirë që Tefta mund të merrte. Një infermiere hyri në dhomë duke sjellë mëngjesin. Ishte një grua më e moshuar, me një buzëqeshje të butë dhe sy që tregonin se kishin parë shumë gjëra në jetë. Mirëmëngjes, zonja Tefta. Si po ndiheni sot? Tefta u përpoq të buzëqeshte, por buzët I dridheshin. Më mirë. Mendoj se më mirë. Infermierja e ndihmoi të ulej në shtrat duke rregulluar jastëkët pas shpinës së saj. Ardiani u ngrit dhe u afrua, duke I mbajtur dorën nënës. Mjeku do të vijë t'ju vizitoj së shpejti. Nëse gjithçka është në rregull, ndoshta mund të dilni nga spitali edhe sot, shpjegoi infermierja ndërsa organizonte tabakan e mëngjesit. Tefta shikoi djalin e saj dhe pa shqetësimin e stampuar në fytyrën e tij. Ai dukej sikur ishte plakur 10 vjet në një natë. Syt I kishte të kuq dhe të enjtur, mjekra e paruar I jepte një pamje të pakujdesshme që nuk përputhej me Ardianin gjithmonë aq të rregullt që ajo njihte. Bir, duhet të shkosh në shtëpi të pushosh pak. Të bësh një dush, të hash diçka siç duhet. Nuk do të largohem nga këtu, mami. Jo derisa të dalësh ti me mua. Tefta ja shtrëngoi dorën. Ajo e njihte atë vendosmëri. Ishte e njëjta që ai tregonte kur ishte fëmijë, kur vendoste se do të studionte pavarësisht lodhjes, kur vendoste se do të fitonte në jetë pavarësisht pengesave. Djali I saj kishte trashëguar kokfortësinë e saj dhe në këtë moment ajo ishte mirënjohëse për këtë. Mjeku arriti pak para orës 9.
bëri një sër ekzaminimesh, kontrolloi shenjat jetësore, bëri pyetje se si po ndihej Tefta. Ai duke i kënaqur me rikuperimin fizik, por shpreha e tij u bë më serioze kur trajtoi gjendjen e saj emocionale. Zonja Tefta, fizikisht po rikuperoheni mirë. Por për shkak të asaj që ka ndodhur, unë ju rekomandoj fuqimisht të bëni ndjekje psikologjike. Ajo që keni kaluar ka qenë jashtëzakonisht traumatike. Nuk është diçka që kalohet brenda natës. Tefta tundi kokën në shenjë pohimi. Ajo e dinte se ai kishte të drejtë. Edhe aty, në sigurinë e asaj dhome spitali, me djalin e saj pranë, ajo ende ndjente peshën e tokës mbi trupin e saj, ende dëgjonte zërin e Elirës duke bërtitur, ende ndjente dëshpërimin absolut të atyre momenteve kur mendoi se do të humbiste jetën. Do të kujdesem për gjithçka, doktor, ndërhyri Ardiani. Nëna ime do të ketë të gjithë mbështetjen që i nevojitet. Mjeku nënshkroi letrat e daljes me disa rekomandime dhe ilaçe të përshkruara. Një orë më vonë, Tefta po linte spitalin e mbështetur në krahun e djalit. Jashtë, disa reporter ishin mbledhur tashmë. Lajmi për atë që kishte ndodhur ishte përhapur gjatë natës dhe tani shtypi lokal donte detaje. Tentativa për vrasje që përfshinte familjen e një biznesmeni të njohur ishte bërë tema më e komentuar e qytetit. Ardiani u përpoq ta mbronte nënën nga kamerat dhe mikrofonat që shtriheshin drejt tyre, por ishte e pamundur të shmangej plotësisht. Pyetjet vinin nga të gjitha anët. Zonja Tefta, si po ndiheni? A është e vërtetë që nusja juaj tentoi t'ju varroste përsë gjalli? Zoti Ardian, a do të vazhdoni të jeni i martuar me Elirën? A do ta padisni nusën tuaj? Ardiani injoroi të gjitha pyetjet dhe ndihmoi nënën të hynte në makinë. Sa po mbylli derën, ai mori frym thellë, duke u përpjekur të kontrollonte zemërimin që ndjente për ndërhyrjen në privatësi. Por e dinte se ky ishte vetëm fillimi. Historia ishte tepër sensacionale për t'u injoruar nga media. Rrugës për në shtëpi, Tefta shikonte nga dritarja në heshtje. Qyteti duke i njëjtë si gjithmonë, njerëzit vazhdonin jetët e tyre normalisht, por për të gjithçka kishte ndryshuar. Bota duke i ndryshe tani. Më e brishtë. Më e rrezikshme. Sikur në çdo moment toka mund të hapej sërish nën këmbët e saj. Mami, po mendoja, theu heshtjen Ardiani. Ndoshta është më mirë të qëndroni në shtëpinë kryesore për një kohë. Ose mund të marrim me qira një apartament të veçantë, ku të keni më shumë privatësi dhe qetësi. Tefta tundi kokën. Nuk dua të arratisem, Ardian. Ajo shtëpi është edhe shtëpia ime. Dhe mbi të gjitha, nuk do të largohem nga Petriti. Ai ka nevojë për mua tani më shumë se kurrë. Ardiani buzëqeshi me trishtim. Nëna e tij kishte qenë gjithmonë kështu. E fortë edhe kur dukej e thyrë. Më e shqetësuar për të tjerët se sa për veten. Kur arritën në shtëpi, Petriti po priste te dera. Sa po pa gjyshen, ai vrapoi dhe u hodh në krahët e saj duke qarë. Tefta e përqafoi me gjithë forcën që kishte, duke ndjer lotët t'i ktheheshin në sy. Ai djal trim dhe i ndjeshëm që i kishte shpëtuar jetën. Gjyshe, kisha aq shumë frikë. Aq shumë frikë se nuk do të ktheheshe, dëneste Petriti kundër kraharorit të saj. Gjithçka është në rregull, dashuria ime. Gjithçka është në rregull tani. Gjyshja është këtu. Është gjallë dhe është këtu me ty. Ata qëndruan të përqafuar për minuta të gjata aty në hyrje të shtëpisë, Ardiani duke vëzhguar skenën me zemër të shtrënguar. Ajo lidhje mes nënës së tij dhe djalit të tij ishte diçka e veçantë, diçka që askush, madje as gënjeshtrat dhe tradhtia e Elirës, nuk do të arrinte ta shkatëronte. Në ditët që pasuan, historia mori për masa që asnjëri prej tyre nuk i kishte imagjinuar. Gazetat, portalet, televizioni, rrjetet sociale, të gjithë flisnin për rastin. Elira ishte bërë zuzarja më e urryer e qytetit. Fotografia e saj ishte kudo, e shoqëruar me tituj sensacionalist për gruan që tentoi të varroste vjerën përsë gjalli. Avokati i familjes e informoi Ardianin se Elira ishte në paraburgim dhe se me shumë mundësi do të qëndronte e ndaluar deri në gjykim. Akuzat ishin të rënda, tentativë vrasjeje dhe mashtrim. Ajo mund të merrte shumë vite burg. Përveç kësaj, hetime paralele po kryeshin për birësimin e parregullt të Petritit. Ardianit ju desh të punësonte një ekip avokatësh të specializuar në të drejtën familjare për të rregulluar situatën e Petritit.
Ai donte të garantonte se, pavarësisht çdo zbulimi mbi origjinën e djalit, kujdestaria e tij nuk do të vijej në dyshim. Petriti ishte djali i tij dhe ai do të lëvizte male për të garantuar që kjo të njihej ligjërisht. Edhe kompania e Ardianit pësoi ndikim. Disa klientë u bën të druajtur, investitorët pyetën nëse ai do të arrinte të mbante fokusin në biznes në mes të një trazire kaq të madhe personale. Por Ardiani punoi dy fish për të provuar se mund t'i ndante gjërat. Punonësit e tij më të afërt u mobilizuan për ta mbështetur, duke marrë përsipër një pjesë të ngarkesës që ai të mund të kalonte më shumë kohë me familjen. Tefta, nga ana e saj, filloi seancat e terapisë siç kishte rekomanduar mjeku. 2 herë në javë, ajo ulej në zyrën e psikologes Dore Helena dhe përpiqej të përpunonte gjithçka që kishte ndodhur. Nuk ishte e lehtë. Kishte ditë kur mezi fliste, vetëm qante gjatë gjithë seancës. Ditë të tjera, zemërimi merrte kontrollin dhe ajo bërtiste për padrejtësinë e gjithçkaje, për mënyrën se si ishte trajtuar në mënyrën më të keqe të mundshme. Është e natyrshme të ndjeni zemërim, zonja Tefta, thoshte Dore Helena me durim. Ju keni qenë viktimë e diçkaje të tmerrshme. Të lejoni veten t'i ndjeni këto emocione është pjesë e procesit të shërimit. Por ajo që e lëndonte më shumë Teftën nuk ishte ajo që Elira kishte tentuar t'i bënte asaj. Ishte të mendonte për Petritin. Ai djalë kishte dëshmuar gjëra që asnjë fëmijë nuk duhet të dëshmojë. Ai ishte vendosur në mes të një situate të pamundur, i detyruar të zgjidhte mes nënës dhe gjyshes, i detyruar të merrte një veprim që shpëtoi një jetë por shkatërroi një tjetër. Edhe Petriti ishte në terapi. Një psikologe fëmijësh e specializuar në trauma po punonte me të, duke u përpjekur ta ndihmonte të përpunonte gjithçka në mënyrë të shëndetshme. Djali kishte makthe të shpeshta, zgjohej duke qarë në mes të natës duke thirrur gjyshen. Ardiani flinte në dhomë me të tani, duke lënë dritën ndezur dhe derën hapur, duke u përpjekur t'i siguronte sigurinë që djali i tij kishte aq shumë nevojë. Një muaj pas ngjarjeve, avokatja e Elirës kërkoi një takim me Ardianin. Ajo donte të negocionte. Elira ishte e gatshme të rrëfente gjithçka zyrtarisht, të bashkëpunonte plotësisht me drejtësinë në këmbim të një dënimi të reduktuar. Ajo gjithashtu donte të hiqte dorë nga çdo e drejtë mbi Petritin, duke nënshkruar letrat që garantonin kujdestarinë e plotë dhe të parevokueshme për Ardianin. Ardiani e dëgjoi propozimin në heshtje, fytyra e tij një maskë për mbajtjeje. Një pjesë e tij donte të refuzonte, donte që Elira të paguante çmimin maksimal për gjithçka që kishte bërë. Por një pjesë tjetër, pjesa racionale, e dinte se një rrëfim i plot do të ndihmonte për të mbyllur rastin më shpejt, duke shmangur një gjykim të gjatë dhe të dhimbshëm që do të shkaktonte vetëm më shumë vuajtje për të gjithë, veçanërisht për Petritin. Duhet të flas me nënën time para se të marrë ndonjë vendim, tha ai më në fund. Atë natë, Ardiani u ul me Teftën në verandën e shtëpisë. Qielli ishte plot yje dhe flladi i butë i natës sillte një freski të këndshme. Ai i tregoi për propozimin e avokates, duke pritur reagimin e nënës. Tefta qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke shikuar yjet. Kur më në fund foli, zëri i saj ishte i qetë, por i prerë. Ardian, unë nuk dua hakmarrje. Kur nuk kam dashur. Ajo që dua është paqe. Dua që Petriti të mund të rritet pa e mbajtur këtë barë. Dua që ti të mund të vazhdosh përpara me jetën tënde. Nëse pranimi i këtij propozimi do të ndihmojë në këtë, atëherë pranoje. Por mami, pas gjithë asaj që ajo të bëri ty. Pas gjithë asaj që ajo bëri, unë jam ende gjallë. Fal teje dhe Petritit, unë jam ende këtu. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Pjesa tjetër është vetëm zhurmë. Tefta i mbajti dorën djalit. Hakmarrja më e mirë që mund të kemi kundër Elirës është të jemi të lumtur. Të vazhdojmë të jemi një familje. Të mos lejojmë që ligësia e saj të shkatërrojë dashurinë që ekziston mes nesh. Ardiani ndjeu lotët t'i mbushnin syt. Nëna e tij, edhe pasi pothuajse humbi jetën, ende gjente forcë për të falur, për të menduar për mirëqenien e të tjerëve para së saj. Ai nuk e dinte nëse ndonjëherë do të ishte në gjendje të kishte një zemër aq të madhe sa e saj. Propozimi u pranua. Elira rrëfeu zyrtarisht të gjitha krimet, bashkëpunoi plotësisht me hetimet dhe nënshkroi të gjitha dokumentet duke hequr dorë nga çdo e drejtë mbi Petritin. Në këmbim, dënimi i saj u reduktua nga 25 në 15 vjet burg.
Ajo do të vuante dënimin në regjim të mbyllur në vitet e para, me mundësi përparimi në regjim gjysmë të hapur në varësi të sjelljes së saj. Në ditën kur u nënshkruan letrat përfundimtare, Ardiani e mori Petritin për një bisedë serioze. Ata u ulën në dhomën e djalit dhe Ardiani i zgjodhi fjalët me kujdes. Petrit, ti e di që unë të dua shumë, apo jo? Djali i pohoi me kokë, sytë e tij të mëdhenj të ngulitur te babai. Dhe ti e di që pavarësisht çfarë ndodh, asgjë nuk do ta ndryshoj këtë. Ti je djali im. Ti gjithmonë do të jesh djali im. E di, babi. Ardiani mori frym thellë. Mami bëri gjëra shumë të gabuara. Gjëra që lënduan shumë njerëz, veçanërisht gjyshen. Për shkak të kësaj, ajo do të duhet të qëndrojë larg për një kohë të gjatë. Dhe edhe kur të dalë, gjërat nuk do të kthehen siç ishin më parë. Petriti uli kokën. Është faji im? Sepse të tregova ty se çfarë po ndodhte? Jo. Ardiani e tërhoqi djalin në një përqafim të ngushtë. Jo. Asgjë nga këto nuk është faji yt. Dëgjove? Asgjë. Ti ishe trim. Ti e shpëtove gjyshen. Ti bëre gjën e duhur dhe unë jam shumë krenar për ty, por më mungon mami ndonjëherë, pranoi Petriti me zë të ulët, duke qarë. E di që ajo bëri gjëra të këqija, por ajo është ende nëna ime. A është gabim të më marr malli për të? Ardiani ndjeu zemrën t'i thyej. Djali i tij po përballej me emocione kaq komplekse, kaq të rritura për moshën e tij. Ai i mbajti fytyrën djalit mes duarve, duke e shikuar thellë në sy. Nuk është gabim, bir. Dashuria nuk është diçka që e fikim si një rubinë. Ti mund ta duash nënën tënde dhe në të njëjtën kohë të jesh i trishtuar dhe i zemëruar me gjërat që ajo bëri. Të dyja ndjenjat mund të ekzistojnë në të njëjtën kohë dhe kjo është në rregull. Ata qëndruan të përqafuar për një kohë të gjatë, baba e bir, duke qarë së bashku, duke përpunuar së bashku, duke u shëruar së bashku. Tefta vëzhgonte nga larg përmes derës gjysmë të hapur të dhomës, me zemër të shtrënguar. Ajo e dinte se rruga përpara do të ishte e gjatë dhe e vështirë. Plagët që ishin hapur do të kërkonin kohë për t'u shëruar. Por për herë të parë që nga ajo ditë e tmerrshme në vil, ajo ndjeu diçka të ngjashme me shpresën. Ata do t'ia dilnin. Ata do të dilnin më të fortë nga ana tjetër. 2 javë më vonë, Ardiani mori një letër. Ishte nga Elira. Ajo kishte shkruar nga burgu dhe letra kishte kaluar nëpër të gjitha protokollet e sigurisë para se të arrinte tek ai. Ardiani hezitoi për një kohë të gjatë para se ta hapte. Një pjesë e tij nuk donte të lexonte asgjë që vinte prej saj. Por kurioziteti fitoi. Letra ishte e gjatë, e shkruar me dorë me një kaligrafi të dridhur. Elira kërkonte falje. Ajo shpjegonte, pa u përpjekur të justifikojë, se si kishte arritur në atë pikë. Flishte për të kaluarën e saj të vështirë, për mënyrën se si ishte rritur në varfëri, për mënyrën se si gjithmonë kishte ëndërruar të kishte një jetë më të mirë. Flishte për mënyrën se si njoja me Ardianin i ishte dukur shansi që gjithmonë kishte pritur dhe se si frika e humbjes së gjithçkaje e kishte shndërruar në një përbindësh që as ajo vetë nuk e njihte. Ajo i kërkonte falje teftës, duke e ditur se nuk e meritonte. I kërkonte falje Ardianit për të gjitha gënjeshtrat. Dhe mbi të gjitha, i kërkonte falje Petritit që e kishte vënë në një situatë të pamundur, që e kishte bërë të dëshmonte gjëra të tmerrshme, që nuk kishte qenë nëna që ai meritonte. Në fund të letrës, ajo shkroi diçka që mbeti e gdhendur në mendjen e Ardianit. E di që ju kur nuk do të më falni dhe e kuptoj. Por ju lutem, mos lejoni që urrejtja për mua të shkatërroj familjen që keni. Tefta është një grua e mrekullueshme dhe Petriti është një fëmijë i bekuar që e ka atë si gjyshe. Kujdesuni për njëri tjetrin. Duajeni njëri tjetrin. Dhe, nëse një ditë Petriti pyet për mua, i thoni se pavarësisht të gjitha gabimeve të mia, unë gjithmonë e kam dashur vërtet. Ai ishte e vetmja gjë e mirë dhe e vërtet në jetën time të gënjeshtrave. Ardiani e palosi letrën ngadalë dhe e futi në një sirtar. Ai nuk e dinte nëse ndonjëherë do t'ia tregonte këtë Petritit. Ndoshta kur djali të ishte më i madh, kur të mund të kuptonte më mirë kompleksitetin e emocioneve njerëzore, aftësinë që njerëzit kanë si për të mirën ashtu edhe për të keqen. Jeta filloi, ngadalë por sigurt, të gjente një ritëm të ri. Tefta u kthye në rutinat e saj, gjithmonë e shoqëruar nga afër nga Ardiani dhe Petriti.
Ajo ende kishte ditë të vështira, ditë kur pesha e traumës ishte tepër e fortë. Por kishte edhe ditë të mira, ditë kur arrinte të qeshte, të luante me nipin, të ndjente mirënjohje që ishte gjallë. Ardiani u zhyt në punë dhe në prindërim me një intensitet të ri për të rirë. Ai punsoi një ekip për të ndihmuar me shtëpinë dhe me Petritin kur ai ishte në punë, por bënte çmos të ishte i pranishëm sa herë që ishte e mundur. Darkat familjare u bën të shenjta. Fundjavat ishin kohë e dedikuar ekskluzivisht djalit dhe nënës. Dhe Petriti, pavarësisht gjithçkaje, tregoi një elasticitet që i mahniti të gjithë. Me terapin, me dashurinë e pakushtëzuar të babait dhe gjyshes, me rutinën dhe sigurinë, ai filloi ngadalë të rikuperohej. Makthet ende vinin ndonjëherë, por gjithnjë e më rrallë. Buzëqeshja ju kthye në fytyrë, e ndrojtur në fillim, por gjithnjë e më e pranishme. 3 muaj pas ngjarjeve në Vil, Ardiani mori një vendim të rëndësishëm. Ai do ta transformonte atë vend traume në diçka pozitive. Do ta rinovonte plotësisht Vilën, do t'i fshinte gjurmët e asaj që kishte ndodhur aty dhe do të krijonte diçka të re. Diçka që simbolizonte rifillim, shpresë, jetë. Ai bisedoi me arkitekt, peizazhist, dekorator. Së bashku, krijuan një projekt ambicioz. Vendi ku ishte hapur gropa do të shndërrohej në një kopsht memorial, një hapësirë paqeje dhe reflektimi. Në qendër, një shatërvan me ujë të rrjedhshëm do të simbolizonte jetën që vazhdon të rrjedh, gjithmonë në lëvizje, gjithmonë duke u ripër të rirë. Tefta u konsultua në çdo fazë të projektit. Në fillim, ajo nuk ishte e sigurt nëse do të arrinte të kthehej në atë vend, por ndërsa planet po merrnin formë, ajo ndjeu se duhej ta bënte këtë. Duhej të përballej me atë hapësirë, ta rikuptimsonte, t'i hiqte fuqinë për ta përndjekur. Dita e parë kur ajo u kthye në Vil pas rinovimit ishte emocionuese. Ardiani dhe Petriti ishin pranë saj, secili duke i mbajtur njërin nga duart. Ata ecën së bashku deri te kopshti memorial. Aty ku më parë kishte tokë të trazuar dhe dëshpërim, tani kishte lule shumë ngjyrshe, stola druri, pemë të reja të mbjella në rreth dhe në qendër, shatërvani, me ujë kristal të pastër që binte butësisht mbi gur të lëmuar. Tefta qëndroi aty për një kohë të gjatë, në heshtje, lotët i rridhnin në përfytyrë. Por nuk ishin lot dhimbjeje. Ishin lot çlirimi. Ai vend nuk kishte më pushtet mbi të. Ishte transformuar, ashtu siç po transformohej edhe ajo. Është bukur, gjyshe, tha Petriti me zë të ulët pranë saj. Po, dashuria ime. Është shumë bukur. Ardiani i përqafoi të dy dhe ata qëndruan aty, të tre së bashku, duke dëgjuar zhurmën e ujit, duke ndier fllatin e butë, duke lejuar që ai moment paqeje të lante edhe pak më shumë nga dhimbja që mbanin. Atë ditë, Ardiani mbolli një pemë të veçantë në kopsht. Një pemë që, sipas peizazhistit, do të jetonte për qindra vjet. Ai e quajti atë pemë rilindja. Dhe në rrezet e saj vendosi një pllakë të thjeshtë me një mbishkrim që përmblidhte gjithçka që kishin kaluar dhe gjithçka që kishin mësuar. Aty ku pati errësirë, mbollëm dritë. Aty ku pati dhimbje, kultivuam dashuri. Aty ku ishte pothuajse fundi, festuam rifillimin. 6 muaj kishin kaluar që nga ajo ditë që gati i mori jetën teftës. Vjeshta po mbërrinte në Tiranë duke sjellë temperatura më të buta dhe një ndjesë i ri për të rritjeje. Qyteti e kishte harruar skandalin që dominoi titujt kryesor, por për teftën, Ardianin dhe Petritin, ata muaj kishin qenë një udhëtim intensiv shërimi dhe rindërtimi. Tefta u zgjua atë mëngjes të shtune me diellin që hynte nga dritarja e dhomës së saj të rinovuar. Më e bollshme, me një poltron të rehatshme ku i pëlqente të ulej për të lexuar. Muret ishin ngjyrë jeshile uji, një ngjyrë që terapistja e kishte sugjeruar për vetitë e saj qetësuese. Në kuzhinë gjeti Ardianin duke përgatitur mëngjesin. Djali i saj kishte zhvilluar zakonin të zgjohej herët në fundjavë për të gatuar. Ishte mënyra e tij për të treguar dashuri dhe për të qenë i pranishëm. Mirë mëngjes, mami. Thjetë mirë? Thjeta, birë. Tërë natën pa u zgjuar. Kanë kaluar 3 javë rresht kështu. Ardiani buzëqeshi. Kjo ishte një arritje e madhe. Në muajt e parë, tefta zgjoi disa herë gjatë natës, e frikësuar duke rjetuar traumën. Petriti u shfaq ende me pijame, duke fërkuar syl. Djali ishte rritur dukshëm në këto muaj, jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Ende ishte i qetë dhe i ndjeshëm, por kishte një forcë të re tek ai. Mirëmëngjes, gjyshe. Ai i dha një puthje në faqe.
Mirë mëngjes, dashuria ime. A ëndërrove me engjëjt? Ëndërrova se ishim në vil, por ishte ndryshe. Kishte lule kudo dhe ti po qeshje, gjyshe. Tefta ndjeu zemrën t'i shtrëngoi dhe t'i ngroi. Ëndrat e Petritit për vilën kishin qenë makthe të tmerrshme. Të dëgjoja atë të fliste për një ëndër të bukur ishte shenjë se po gjenin paqe. Gjatë mëngjesit, Ardiani bëri një njoftim. Kam një lajm të rëndësishëm. Kam vendosur të krijoj një institut për fëmijët neurodivergjent, fëmijë që, si Petriti, janë të veçantë dhe kanë nevojë për një mjedis që kupton nevojat e tyre. Tefta ndjeu lotët t'i mbushnin syt. Djali i saj po e transformonte tragjedinë në shpresë. Dhe dua ta emërtoj institutin për nderin tënd, Petrit. Instituti Petrit Ardiani. Sepse ti më mësove se guximi nuk ka moshë dhe se dashuria është më e fortë se frika. Ardiani u gjunjëzua pranë djalit. Ti ishe 6 vjeç i friksuar, por gjete guximin të bëje atë që ishte e drejtë. Ky është heroizëm. Në javët në vijim, Ardiani u zhyt në projekt. Bleu një teren të gjerë, punësoi arkitekt të specializuar dhe u konsultua me edukator. Tefta mori pjesë aktivisht duke vizituar terrenin, duke dhënë sugjerime, duke zgjedhur ngjyra. Edhe Petriti kontribuoi duke sugjeruar një bibliotekë me jastëk të mëdhenj, një dhomë arti me dritë natyrale dhe një kopsht me pemë. 4 muaj më vonë, Instituti Petrit Ardiani ishte gati. Një ndërtesë e bukur dhe mikpritse, e rrethuar nga kopshte, me dhoma shumë ngjyrëshe, bibliotekë, hapësira për terapi dhe një amfiteatër në natyrë. Inaugurimi u bë një të shtunë me diell tetori. Më shumë se 200 njerëz morën pjesë. Tefta ishte nervoze, pasi Ardiani kishte këmbëngulur që ajo të mbante një fjalim. Ardiani u ngjit në skenë me Petritin pranë. Sot inaugurojmë Institutin Petrit Ardiani, një projekt që lindi nga momente të vështira, por që përfaqëson shpresën dhe besimin se ne mund të zgjedhim dashurinë mbi frikën. Ai foli për misionin e institutit dhe për profesionistët e kualifikuar. Ky institut mban emrin e djalit tim sepse ai më mësoi guximin e vërtetë. Por asgjë nga kjo nuk do të ekzistonte pa nënën time, zonja Tefta. Duartrokitjet mbushën ajrin. Tefta u ngjit në skenë me këmbë që i dridheshin. Ardiani e përqafoi nënën para se t'i jepte mikrofonin. Unë nuk jam e zonja me fjalë të bukura. E kam kaluar jetën duke punuar me duar, jo duke mbajtur fjalime. Por duhet të them disa gjëra. Ajo shikoi Petritin. Muaj më parë, gati humba jetën. Por nipi im më mësoi se edhe me frikë, ne mund të jemi trima. Ai më shpëtoi jetën atë ditë dhe çdo ditë që atëherë. U kthye nga Ardiani. Dhe djali im më tregoi se nga hiri mund të lindin lule. Ky institut është prova se dashuria gjithmonë fiton. Ajo bëri një pauzë. Për fëmijët dhe familjet që do të vinë këtu, ju jeni të veçantë. Këtu do të gjeni një vend të sigurt për të rritur dhe për të qenë saktësisht ata që jeni. Duartrokitjet ishin të gjata dhe emocionuese. Tefta zbriti e përqafuar me djalin dhe nipin e saj duke ndjerë një plotësi. Më pas, shumë njerëz ju afruan. Një zonjë e quajtur Fatime tha, ju jeni një frymëzim. Të shoh juve në këmbë më jep shpresë. Tefta ja mbajti duart. Do t'ja dalësh. Do të dhembë, por do të zbulosh një forcë që as nuk e dije se e kishe. Në javët në vijim, Tefta mori qindra letra nga njerëz të frymëzuar. Një vajzë e re 23 vjeçare shkroi duke thënë se kishte denoncuar ish të dashurin abuziv e frymëzuar nga guximi i saj. Edhe Ardiani po bënte udhëtimin e tij të shërimit. Tradhtia e lirës i kishte lëkundur besimin, por ai po rindërtoi ngadalë përmes terapisë dhe punës në institut. Petriti vazhdonte të përparonte. Kishte gjetur në art një mënyrë për të shprehur ndjenjat e tij. Në një vizatim të veçantë, tregoi 3 figura të kapura për dore në një ylber. Jemi ne, babi. Dhe ylberi është sepse pas stuhis gjithmonë vjen diçka e bukur. Ardiani e vendosi atë vizatim në një kornizë në zyrën e tij. 6 muaj pas inaugurimit, Tefta mori një telefonat. Ishte nga punonjësja sociale e sistemit penitenciar. Elira kishte kërkuar të fliste me të. Tefta mbeti e paralizuar kur mori mesazhin. Ajo kaloi tërë natën pa gjumë, duke menduar nëse duhej të pranonte apo jo.
Në mëngjes bisedoi me Ardianin, i cili ishte kategorik duke i thënë se ajo nuk ishte e detyruar ta bënte atë, se nuk i detyrohej asgjë Elirës, se askush nuk e priste këtë prej saj. Por sa më shumë mendonte, aq më shumë Tefta ndjente se duhej ta bënte këtë. Jo për Elirën, por për veten e saj. Për të mbyllur një cikël. Për të parë në sy personin që gati i mori jetën dhe për t'i treguar se ajo kishte mbijetuar, se kishte fituar. Vizita u caktua për një javë më vonë. Tefta zgjodhi të shkonte vetëm, pavarësisht se Ardiani kishte këmbëngulur ta shoqëronte. Ajo duhej ta bënte këtë me forcat e saj. Qendra e paraburgimit ishte një vend i ftohtë dhe jo personal. Tefta kaloi nëpër kontrolle të ndryshme sigurie, duke ndjerë zemrën t'i rrite gjithnjë e më shpejt. Kur më në fund u dërgua në dhomën e takimeve, një dhomë e vogël me një tavolinë dhe 2 karrige, ajo ul dhe priti, duart i djersiteshin, frymëmarrja e çrregull. Kur Elira hyri e shoqëruar nga një gardiane, Tefta gati nuk e njohu. Gruaja ishte dobësuar shumë, flokët i kishte më të shkurtër dhe pa kujdesin e mëparshëm, fytyra dukej sikur ishte plakur me vite në vetëm disa muaj. Rrobat e burgut dukeshin tepër të mëdha në trupin e saj të dobët. Por ajo që tërhoqi më shumë vëmendjen ishin sytë. Sytë që dikur shkëlqenin nga ambicia dhe llogaritja tani dukeshin të zbrazët, të mposhtur, duke mbajtur një peshë që shkonte shumë përtej burgut fizik. Ato u ulën përballë njëra tjetrës, heshtja e rënd mes tyre. Ishte Elira që foli e para, zëri i ngjirur i dikujt që kishte qarë shumë. Nuk prisja që të vinin. Jo pas gjithë asaj. As unë nuk prisja të vija, u përgjigj Tefta, duke e mbajtur zërin të qëndrueshëm pavarësisht dridhjes së brendshme. E di që asgjë nga ato që do të them nuk do të ndryshoj atë që bëra. E di që nuk e meritoj as të më shikoni. Por duhet t'ju a thosha personalisht, duke ju parë në sy, më vjen shumë keq. Më vjen keq për gjithçka. Tefta vëzhgoi nusën e saj në heshtje për një moment të gjatë. Ajo kërkoi për shenja falsiteti, manipulimi, të maskave që Elira i kishte përdorur gjithmonë aq mirë. Por gjithçka që pa ishte pendim i sinqert, një dhimbje e thellë që po e konsumonte atë grua nga brenda. Kjo nuk e fshinte atë që ishte bërë, nuk ndryshonte asgjë, por ishte diçka. Pse e bëre atë, Elira? Unë kur nuk të kam bërë keq. Unë vetëm doja të doja nipin tim dhe të isha pranë familjes sime. Elira uli kokën, lotët filluan të rridhnin. E di. Dhe kjo është ajo që më vret nga brenda çdo ditë. Ju nuk meritonit asgjë nga ato që bëra. Absolutisht asgjë. Isha e frikësuar. Aq e frikësuar të humbisja gjithçka që kisha. Shtëpinë, jetën e rehatshme, respektin, petritin. Dhe në fund, i humba të gjitha gjithsesi. Vetëm se i humba në një mënyrë shumë më të keqe. I humba duke qenë një përbindësh. Ato biseduan për gati një orë. Elira tregoi për jetën e saj në burg, për netët pa gjumë e torturuar nga makthet, për terapitë që po bënte, për mënyrën se si më në fund po përballej me demonet e brendshëm që e quan në atë pikë. Tefta dëgjoi më shumë se sa foli, duke u përpjekur të kuptonte, jo domosdoshmërisht për të falur, por për të gjetur një farë kuptimi në gjithë atë. Kur vizita po përfundonte, Elira i zgjati një letër të mbyllur me duar të dridhura. Një ditë, kur Petriti të jetë më i madh, kur të jetë gati, a mund t'ia jepni këtë atij? Nuk ka nevojë të jetë tani. Por një ditë do të doja që ai të dinte se, pavarësisht të gjitha gënjeshtrave të mia, të gjitha gabimeve të mia të tmerrshme, unë e kam dashur vërtet. Ai ishte e vetmja gjë e mirë dhe e vërtet në jetën time të gënjeshtrave. Tefta e mori letrën dhe e futi në çantë pa premtuar asgjë, pa dhënë shpresa të rreme. Kur doli prej andej, ajo thithi ajrin e freskët të pasdites sikur të ishte hera e parë. Kishte parë në sy agresoren e saj dhe kishte mbijetuar përsëri. I kishte treguar vetes se Elira nuk kishte më pushtet mbi të. Kjo ishte çliruese në një mënyrë që ajo nuk e priste. Ishte sikur një peshë gjigante të ishte hequr nga supet. Muajt vazhduan të kalonin, duke sjellë më shumë shërim dhe rritje. Instituti lulëzonte përtej pritshmërive. Dhjetëra fëmijë tashmë po trajtoheshin dhe çdo histori progresi, çdo buzëqeshje e fituar, çdo familje e transformuar, ishte si një balsam në shpirtin e Teftës. Tefta kishte pranuar zyrtarisht postin e drejtoreshës së mikpritjes në institut. Ajo nuk kishte formim akademik për këtë post, por kishte diçka shumë më të vlefshme, empati të sinqert, përvojë jete dhe një zemër të madhe.
Ajo I kalonte ditët duke biseduar me familjet që vinin të frikësuara dhe të humbura, duke dëgjuar historitë e tyre pa gjykim, duke ofruar ngushëllim kur fjalët mungonin, orientim kur rruga dukej e pamundur. Kishte një dhomë të veçantë në institut që u bë streha e preferuar e teftës. Ishte një dhomë e vogël, me divane të rehatshme, një dritare të madhe që shikonte nga kopshti dhe mure të dekoruara me vizatime të bëra nga vetë fëmijët. Aty, ajo I priste prindërit për herë të parë, u ofronte çaj, krijonte një mjedis të sigurt ku ata mund të qanin, të shfryeshin, të kishin shpresë. Shumë nga këta prindër vinin në institut të raskapitur nga lufta vetëm, nga moskuptimi, nga shikimi I fëmijëve të tyre të vuanin. Dhe kur dilnin nga ajo dhomë pasi kishin biseduar me teftën, dilnin ndryshe. Dilnin duke e ditur se nuk ishin më vetëm. Një pasdite, një nën e re hyri në atë dhomë duke mbajtur një djalë 4 vjeçar në krah. Fëmia ishte I shqetësuar, bënte lëvizje të përsëritura me duar, shmangte kontaktin me sy. Nëna kishte rrath të zinj poshtë syve dhe lot në sy para se të fillonte të fliste. Nuk di më çfarë të bëj, tha ajo, zëri I thyer. Të gjithë thonë se është faji im, se po e llastoj, se duhet të jem më e ashpër. Por unë e di se djali im është I veçantë. Unë vetëm kam nevojë për ndihmë për ta kuptuar më mirë. Tefta u gjunjëzua para djalit duke respektuar hapësirën e tij dhe buzëqeshi butësisht. E di, e dashur, I tha ajo nënës, dashuria që ndjen për këtë djalë është e shkruar në çdo fjalë tënde. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Pjesën tjetër e mësojmë së bashku. Nuk je më vetëm. Nëna shpërtheu në lot lehtësimi. Dhe tefta e përqafoi duke e ditur saktësisht se si ishte të ndihesh e vetëm, si ishte të kishe nevojë dëshpërimisht për dikë që të kuptonte. Ardiani e balanconte kompaninë e tij me institutin, duke ju përkushtuar në mënyrë të barabartë të dyjave. Kishte gjetur një qëllim të ri për të rirë në jetë. Dhe Petriti lulëzonte. Po rritej I shëndetshëm, I sigurt, I rrethuar nga dashuria. E dinte historinë e tij, e dinte se kishte kompleksitete në origjinën e tij, por gjithashtu e dinte se ishte thellësisht I dashur. Një vit e gjysmë pas ngjarjeve, familja ishte mbledhur në verandën e shtëpisë. Ardiani kishte përgatitur një zgarë dhe ata thjesht po shijonin shoqërinë e njëri tjetrit nën qiellin me yje. Petriti, tani 8 vjeç, ishte shtrirë në prerin e gjyshes. Gjyshe, a beson se njerëzit mund të ndryshojnë? Tefta mendoi me kujdes. Besoj se po. Por vetëm nëse ata vërtet duan. Dhe edhe kur ndryshojnë, kjo nuk e fshin atë që kanë bërë. Por mundësia për ndryshim gjithmonë ekziston. A mendon se një ditë mami Elira do të ndryshojë? Ardiani u afrua. Ndoshta, bir. Por kjo nuk është përgjegjësia jonë. Përgjegjësia jonë është të kujdesemi për veten dhe të duam njëri tjetrin. Petriti qëndroi në heshtje. Shpresoj që ajo të ndryshojë. Sepse të gjithë meritojnë një shans për të qenë më të mirë. Tefta e përqafoi nipin më fort. Ai djalë kishte një zemër kaq të pastër. Edhe pas gjithçkaje, ai ende arrinte të uronte mirë. Më vonë, kur Petriti ishte në gjumë, Ardiani dhe Tefta bisedonin në verandë. Mami, a keni menduar ndonjëherë të shkruani një libër? Historia juaj mund të ndihmonte shumë njerëz. Tefta qeshi. Unë? Bir, unë mezi kam mbaruar shkollën fillore. Mund të punsojmë dikë për të ndihmuar. Historia juaj është e fuqishme. Mund të frymëzoj njerëz. Do ta mendoj. 2 vjet pas asaj dite të tmerrshme, në një pasdite me diell, instituti festoi përvjetorin e tij. U organizua një fest dhe Petriti donte të fliste. Djali u ngjit në skenë me besim. Kur isha 6 vjeç, përjetova diçka shumë të vështirë. Mu desh të merrja një vendim që asnjë fëmijë nuk duhet ta marrë. Por babai im dhe gjyshja ime më mësuan diçka, të bësh gjën e duhur nuk është gjithmonë e lehtë, por është gjithmonë e drejtë. Ai shikoi Ardianin dhe Teftën. Ky institut ekziston sepse njerëz të këqij bën gjëra të këqija, por njerëz të mirë zgjodhen të bënin gjëra të mira. Gjyshja ime gati humbi jetën, por zgjodhi të jetonte. Babai im humbi familjen e tij, por ndërtoi një të re. Dhe unë mësova se familja nuk është vetëm gjak. Është dashuri. Është zgjedhje. Është të jesh I pranishëm. Duartrokitjet ishin shurdhuese. Ardiani dhe Tefta ishin në këmbë, duke duartrokitur me krenari që vërshonte.
Kur Petriti zbriti, u përqafua nga të dy dhe të tre qëndruan aty, duke qarë dhe duke qeshur në të njëjtën kohë. Historia që filloi me dëshpërim ishte shndërruar në diçka të bukur. Tefta shikoi përreth, duke parë fëmijët që vraponin nëpër kopsht, familjet që gjenin mbështetje dhe ndjeu një paqe të thellë. Ajo kishte mbijetuar dhe kishte lulëzuar. Ardiani shikoi nënën dhe djalin e tij, duke ndjerë mirënjohje. Po, kishte humbur martesën dhe ishte tradhtuar. Por kishte fituar qartësi mbi atë që kishte vërtet rëndësi. Kishte nënën e tij, kishte djalin e tij, kishte një qëllim. Ishte më se e mjaftueshme. Dhe Petriti, duke shikuar të rriturit që donte, u ndjej i sigurt. E dinte se historia e tij ishte e komplikuar, por gjithashtu e dinte se ishte i dashur pa kushte. Dielli filloi të perëndonte, duke pikturuar qiellin me nuanca portokalli dhe rozë. Dritat e institutit u ndezën, duke krijuar një shkëlqim mikpritës. Kur të gjithë u larguan, mbetën vetëm Ardiani, Tefta dhe Petriti. Ata ecën nëpër kopshtin memorial në vilën e rinovuar, tani një aneks i institutit. U ndalën para pemës së rilindjes, e cila ishte rritur ndjeshëm. Është e pabesueshme sa është rritur, vëreti Petriti. Po, u pajtua Tefta. Ashtu si ne. Ardiani vendosi një krah rreth nënës dhe tjetrin rreth djalit. E dini çfarë mësova? Mësova se fundi nuk është kur vërtet fundi. Është gjithmonë fillimi i diçkaje tjetër. Ne vetëm duhet të kemi guximin ta shohim këtë. Tefta tundi kokën. Dhe unë mësova se e vërteta, sado që përpiqen ta varrosin, gjithmonë gjen një mënyrë për të marrë frymë përsëri. Ashtu siç gjeta unë. Petriti i mbajti duart të dyve. Dhe unë mësova se familja është kush që ndron pranë teje kur gjithçka shembet. Është kush të ndihmon të rindërtosh. Është dashuri që nuk dorëzohet. Të tre qëndruan aty ndërsa nata binte, duke vëzhguar pemën që simbolizonte gjithçka që kishin të i kaluar. Një pemë që do të vazhdonte të rritej, ashtu siç do të vazhdonin të rriteshin edhe ata. Historia që gati përfundoi në një varr ishte bërë një trashëgim i dashurie, guximi dhe shprese. Dhe kështu, Tefta, gruaja që një ditë gati u varros për së gjalli, u shndërrua në një simbol force dhe rilindjeje, duke u kujtuar të gjithëve se për sa kohë ka jetë, ka gjithmonë një shans për të rifilluar. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e zonjës Tefta, Ardianit dhe Petritit të ketë prekur thellë zemrën tuaj. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim të i kalimi, guximi dhe dashurie të pakushtëzuar, lini pëlqimin tuaj, abononi në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju ka prekur më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive dhe tërheqëse si kjo, që zbulojnë anën më të thellë dhe elastike të shpirtit njerëzor. Prania juaj këtu është shumë e rëndësishme për ne. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do të luajë me emocionet tuaja.